Lënia në burge e deputetit Ervin Saliani tregon dhe njëherë se Edi Rama nuk heq dorë nga paranoja për të kontrolluar sistemin e drejtësisë dhe për të goditur me të kundërshtarët politik. Ervin Saliani nuk bëri gjë tjetër, vetëm se denoncoi një individ dënuar për trafik droge në Itali. Vllajin e një prej sejmenve të Ramës, hartues i reformës së dështuar drejtësisë, Fatmir Xhafajt. Partia Demokratike shpreh keqardhje për pamundësinë e gjykatës lartë për të ngritur në lartësinë e rolit saj kushtetues dhe të mos përdorimit saj politik. Ne dënojmë përdorimin nga politika drejtësisë, por edhe në nështrimin apo bashkëpunimin me të keqen të gjyqtarëve apo të prokurorëve. Saliani është një prej 3 burgosërve politik të opozitës që mbahen peng nga partia Shtet, që kërkon përjetësimin e narkoshtetit përmes mashës së drejtësisë. Më 11 maj, përgjigja do të jetë e qartë dhe plebiscitare, si për urdhëruesit ashtu dhe shërbëtorët e kësaj pengmarrje politike me gjykatë.